Kryetari i Gjykatës Kushtetuese Darko Kostadinovski paralajmëroi se ligji për përdorimin e gjuhëve do të sillet në vitin 2026. Numri i shkeljeve të rregullave të trafikut të regjistruar nga sistemi Safe City është ulur dukshëm. Ky Safe City do të hyjë në funksion më një shkurt. Drejtoria e të ardhurave publike ka gjetur parregullsi tek 23 ordinanca private ginekologjike. Pacientët tarifoheshin për shërbime që mbulohen nga Fondi i Sigurimit Shëndetësor. Në Shkup sot u promovua pulla postare kushtuar figurës së ish presidentit të parë të Bosnjë-Hercegovinës, Alija Izetbegović. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Ligji për përdorimin e gjuhëve do të sillet në vitin 2026. Këtë e deklaroi i sigurt kryetari i Gjykatës Kushtetuese Darko Kostadinovski, i cili ka dhënë një koment të veçantë kur është pyetur nëse është politizuar kjo çështje. Ky ligj ka një kombinim të çuditshëm rrethanash, ka deklaruar Kostadinovski. Ai ka komentuar edhe mekanizmin e badenterit, duke theksuar se ky mekanizëm është i dobishëm në organet politike siç është kuvendi, por nuk është i nevojshëm të përdoret në gjykatën kushtetuese, sepse, siç thekson, krijon anomali. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese Darko Kostadinovski shprehet i sigurt se ligji më i komentuar gjatë këtij viti i përdorimit të gjuhëve do të sillet në vitin 2026. Pas vendimit të fundit të Gjykatës Administrative, e cila ka shkarkuar gjykatësen e Lëndës që është raportuese e ligjit për përdorimin e gjuhëve, Elizabeta Dukovska, kjo lëndë ka kaluar në tjetër gjykatës dhe si rrjedhoi 2 herë shtyr seanca përgatitore që duhej të mbahej për këtë çështje. I pyetur se a dyshon për pravavi politike në këtë vendim të gjykatës administrative, kryetari i kushtetueses u përgjigj. Ky ligj ka një kombinim të çuditshëm rrethanash. Kjo lëndë do të vendoset në vitin 2026. Askush të mos shoh asnjë rrezik, as nuk japim, as nuk marrim. Bëjmë harmonizim të dispozitave të ligjit me kushtetutën. Në fund, rezultati do të jetë një ligj shumë i mirë për përdorimin e gjuhëve nga ky që e kemi momentalisht. Kryetari i kushtetueses Darko Kostadinovski tregon qëndrimin personal sa i përket badenterit. Ai thotë se ky mekanizëm është i dobishëm në organet politike, siç është kuvendi, por nuk është i nevojshëm të përdoret në gjykatën kushtetuese, sepse siç thekson, krijon anomali. Badenteri është një mekanizëm i dobishëm për një shoqëri si e jona, por në organet politike, siç është kuvendi, por në organe si gjykata kushtetuese, që është kontrolluese e atij organi kushtetues që duhet të sjellë ligje, përfshir edhe me shumicën me badenter, të vinë situata që jo argumentet kushtetuese, por ato etnike, të jenë vendimtare, atëherë nuk ka nevojë për një institucion të tillë. Për afatet kohore të përcaktuara nga gjykata kushtetuese që nuk respektohen nga legislativi, Kostadinovski shprehet se kohët e fundit organet shtetërore janë shumë nervoze, por siç thot, muaji i mjaltit përfundon për cilin do organ shtetëror, duke shtuar se ata kanë mekanizma dhe lloje vendimesh me të cilat mund të vendosin disiplinë kushtetuese, ndërsa paralajmëroi se vitin e ardhshëm do të ketë vendime shumë ndryshe nga gjykata kushtetuese. Kurse alarmoi se pushteti legjislativ dhe ai ekzekutiv po bëjnë mobbing ndaj pushtetit gjyqësor. Pas afër një muaji prej se ka nisur të funksionojë sistemi kamerave Safe City, numri i shkeljeve të rregullave të trafikut është ulur dukshëm. Ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski, i cili theksoi se sistemi ende nuk është përshtatur me rregullat e reja, e cila është premtuar se do të ketë tolerim për shpejtësinë. Ai tha se Safe City do të hyjë në funksion më një shkurt, por ende nuk dihet sa janë siguruar 80 votat e nevojshme për miratimin e propozimligjit për kundërvajtje. Numri i shkeljeve të rregullave të trafikut të regjistruar nga sistemi Safe City është ulur dukshëm. Kështu njoftoi ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski. Ai theksoi se sistemi ende nuk është përshtatur me rregullat e reja, e cila është premtuar se do të ketë tolerim për shpejtësinë. Safe City do të hyjë në funksion më një shkurt, por ende nuk dihet se a janë siguruar 80 votat e nevojshme për miratimin e propozimligji për kundërvajtje. I pyetur për këtë, edhe kryeministri Hristijan Mickoski nuk ka dhënë përgjigje konkrete. Не сме още направили математика.
Kuvendi javën e kaluar miratoi 4 nga 6 ligjet e nevojshme për sistemin e inteligjent Safe City. Ka mbetur pa miratuar kodi i ri penal dhe propozim ligje për kundërvajtjes, zgjidhje ligjore sistematike për të cilën nevojiten 80 vota në kuvend. Ndërkaq, në ambientet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, sot u prezantuan 120 automjete të reja Peugeot 408 për policinë, me vlerë totale rreth 3.9 milion euro, ku Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, sqaroi se shpërndarja e autometeve do të jetë barabartë në nivel kombëtar, me prioritet për qytetet me nevoja më të madhe të sigurisë, ku Shkupi do të marrë një numër më të madh automjetesh për kryerje më efikase dhe më të shpejtë të detyrave të përditshme policore. Automjetet në kuadër të pajisjeve të tyre teknike i posedojnë të gjitha karakteristikat bashkëkohore teknologjike për të përballur me çdo sfidë, ashtu si çdo polis tjetër në botë. Në të gjitha automjetet do të instalohen sistemet më moderne tetra me informacionet e nevojshme që zyrtarët policor në vendngjarje të mund t'i kryejnë të gjitha verifikimet e nevojshme në evidenca, të gjitha analizat e të dhënave që i posedojnë në ministri, analizat e evidencave të kundërvajtjeve dhe gjithçka tjetër që është e nevojshme që ata të jenë më efikas në punën e tyre. Në fund të përgjigjen të gjitha sfidave me pajisje, informacion dhe teknologji, siç i ka çdo shtet tjetër evropian. Toshkovski theksoi se me investime të tilla shteti dërgon një mesazh të qartë se siguria e qytetarëve dhe dinjiteti i profesionit të policor janë prioriteti më i lartë, ndërsa një polici e fortë do të thotë shtet stabil dhe i sigurt. Dislokimi i fabrikës së Cimentos Usje nuk përbën problem për qeverinë, deklaroi kryeministri Kristian Mickoski, duke komentuar konkluzionet e miratuara në seancën e djeshme të Këshillit të qytetit të Shkupit, të cilat kërkojnë nga autoritetet të marrin vendim për dislokimin e fabrikës së Cimentos dhe ndotësve të mëdhenj të industrial jashtë Shkupit. Por sipas kryeministrit, problemi i ndotjes është më i thellë dhe për të po kërkohet zgjidhje sistematike. Pasi vendi këto ditë po përballet me temperatura të ulta dhe me ajër teje të ndotur, ku Shkupi qëndron në vendet e para në Europë me ajër më të ndotur, kryeministri Kristian Mickoski theksoi se qeveria do të veprojë brenda kompetencave të saj në bazë të përfundimeve të miratuara nga Këshilli i Qytetit të Shkupit për fabrikën e Cimentos Usje, duke theksuar se as inspektimet e jashtëzakonshme dhe as zhvendosja eventuale nuk përbëjnë problem nëse kjo është në interes të qytetarëve. Po kërkohen kontrollet të jashtëzakonshme inspektuese dhe ato tashmë po zbatohen. Sa i përket zhvendosjes, as ajo nuk është ndonjë problem për qeverinë. Çdo gjë që është problem për qytetarët është problem për ne. I kuptoj qytetarët, ata gjithmonë kanë të drejtë, të gjithë jetojnë këtu dhe e thithin këtë ajër. Megjithatë, sipas kryeministrit, problemi me ndotjen e ajrit është rezultati i asaj që ai e quan neglizhencë disa vjeçare ndaj qytetarëve, veçanërisht ndaj atyre që jetojnë në pjesën lindore dhe perëndimore të kryeqytetit, të cilëve nuk u janë ofruar dhe siguruar burime alternative të energjisë për ngrohjen e shtëpive gjatë sezonit të ngrohjes. Mickoski tha se për problemin e ndotjes po kërkohet zgjidhje sistematike. Ne si qeveri po punojmë dhe po zhvillojmë një projekt për të cilin pres që detajet të bëhen të ditura në fillim të vitit të ardhshëm. Tashmë po bisedojmë edhe me investitorin, me të cilin kemi nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për zhvillimin e një projekti të një centrali kogenerativ me gaz, me të cilin jemi të sigurt se do të zgjidhim në mënyrë serioze problemin e ngrohjes së shtëpive në hyrjen lindore të qytetit e më pas të njëjtën gjë do ta bëjmë edhe me hyrjen perëndimore. Kujtojmë se ambientalistët pretendojnë se fabrika Cimentos Usje është shkaktarja kryesore e ndotjes së ajrit në kryeqytet dhe kërkojnë dislokimin e saj jashtë qytetit dhe për këtë u dorëzua edhe iniciativë në Këshillin e Qytetit të Shkupit, i cili e miratoi atë. Këshilli e miratoi një zëri iniciativën e qytetit të Gjelbërt Human me masat në vijim. Së pari, qyteti i Shkupit do t'i kërkojë Ministrisë së Mjedisit Jetësor të shqyrtojnë nëse Usje dhe ndotësit e tjerë industrial i plotësojnë kushtet ligjore. Së dyti, Inspektorati Shtetëror do të kryejë mbikëqyrje inspektuese të paparalajmëruara për të konstatuar gjendjen faktike. Së treti, komunat do të duhet t'i marrin parasysh gjëqjet gjatë planifikimit urbanistik dhe së katërti, kryetari i qytetit do t'i kërkojë qeverisë të shqyrtoj procedurën për zhvendosjen e fabrikës Usje dhe ndotësve të tjerë jashtë luginës së Shkupit.
Ministri i ri i ekologjisë Muhamet Hoxha ka takuar sot një koordinuesit me drejtoreshën e Inspektoratit Shtetëror për Mjedisin Jetësor Ivana Ginovska, si dhe personat përgjegjës për cilësinë e ajrit. Siç njoftuan nga ministria, Ministri Hoxha kërkoi nga drejtoresha Ginovska informacione lidhur me mbikëqyrjen e veprimtarisë së usjes, si dhe të kryhet mbikëqyrje ndaj veprimtarisë së të gjitha subjekteve të tjera juridike që posedojnë leje A të integruara, për të cilat është kompetente ministria. Qëllimi i kësaj procedure është që së bashku me mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese të shqyrtohet gjendja në terren lidhur me detyrimet që rrjedhin nga posedimi i këtyre lejeve mjedisore. Njëkohësisht, nga personat përgjegjës është kërkuar raportim mbi zbatimin e masave aktuale për trajtimin e ndotjes së ajrit, si dhe janë dhënë detyra për të kontrolluar nivelin e zbatimit të tyre, thuhet në njoftim. Kandidati i koalicionit Vlen për kryetar të Gostivarit Nevzat Bejta ka bërë akuza të reja ndaj kundër kandidatit Valbon Limani për keqpërdorim të buxhetit komunal. Bejta pretendon se janë shpenzuar rreth 700.000 euro për rikonstruim të rrugëve pa pasur punime reale në terren. Ai kërkon përgjegjësi institucionale për shpenzimin e fondeve publike. Nga ana tjetër, Limani dhe partia e tij nuk kanë reaguar ndaj akuzave të sotme. Në prag të zgjedhjeve të përsëritura lokale të 11 janarit, kandidati i koalicionit Vlen për komunën e Gostivarit Nevzat Bejta ka vazhduar me akuza ndaj kundër kandidatit Valbon Limani dhe oponentëve politik. Edhe sot Bejta ka zbuluar një dokument që sipas tij dëshmon keqpërdorim të rënd të buxhetit të komunës së Gostivarit. Sipas Bejtës, mjetet publike janë shpenzuar për mbushjen e gropave në rrugë, ndërkohë që në terren nuk ka pasur punime reale dhe askund nuk duken rezultatet. Sipas tij, këto dokumente tregojnë që shpenzimet janë bërë, parat janë harxuar, por gjendja faktike në rrugë flet ndryshe. Shton se kjo është përgjegjësi direkte institucionale dhe dikush duhet të jap llogari për çdo euro të shpenzuar. Tenderin e kanë bërë 700.000 euro. Asnjëherë nuk është bërë as rikonstruimi, as rehabilitimi në ndonjë rrugë, qoftë në fshat, qoftë në qytet. E nënshkruar është nga Valbon Limani. Kompania e tjera e ka marrë punën. Është kompani nga Shkupi. Mirë në mend për t'i sjellur mjetët edhe punëtorët për të bërë rehabilitimin dhe rikonstruimin e rrugëve në komunën e Gostivarit duhet shumë kohë. Ata asnjëherë nuk kanë ardhur dhe nuk i kanë parë rrugët. Këtyre akuzave nuk i është përgjigjur as Valbon Limani e as partia të cilës i përket. Megjithatë, në lidhje me akuzat e mëhershme, 2 ditë më parë, përmes një reagimi, Arben Taravari po edhe Aleanca Kombëtare për Integrim i kanë kujtuar Bejtës investimet milionshë të bëra në Mavrov dhe Rostush dhe keqpërdorimet e bëra, po edhe shitjen e tokës shtetërore në Gostivar. Gjatë qeverisjes Bejta asokohen nga AKI, thanë se ky është reagimi i tyre i parë dhe i fundit ndaj këtij kandidati, të cilin ata e vlerësojnë si të komprometuar. Fondi i sigurimit shëndetësor dhe Drejtoria e të ardhurave publike publikuan sot rezultatet e kontrolleve të realizuara në 49 ordinanca private ginekologjike në mbar vendin. Parregullësia janë evidentuar në 23 ordinanca, ku mes tjera është ginekologët AM kanë tarifuar pacientët për pap teste, eho dhe shërbimet të tjera që mbulohen nga Fondi i Shëndetësisë, ndërsa disa nuk kanë lëshuar as fatura fiskale. Pas një numri të madh ankesash nga pacientët, Fondi i Sigurimit Shëndetësor dhe Drejtoria e të Ardhurave Publike, në muajin nëntor të këtij viti kanë realizuar kontrolle të përbashkëta në 49 ordinanca private ginekologjike në mbar vendin. Siç bëri të ditur drejtori i FSSH-s, Sasho Klekovski, një kontroll i tillë i përbashkët mes 2 institucioneve nuk ishte kryer që nga viti 2012. Ai tha se qëllimi i kontrolleve ka qenë verifikimi i respektimit të detyrimeve kontraktuale mes FSSH-s dhe ginekologëve AM, sipas të cilave ekzaminimi eho, kolposkopia, marrja e mostrave për analiza mikrobiologjike dhe citologjike për pap test, si dhe të gjitha procedurat e tjera diagnostike dhe terapeutike që bazohen në mjekësinë e bazuar në prova të mjeku i zgjedhur nuk duhet të tarifohen.
Sipas tij, si fondi ashtu dhe DAP-i kanë shqiptuar gjoba ose masa ndëshkuese për të gjitha parregullësitë e konstatuara. Gjithashtu Klekovski njoftoi se shkalla më e ulët e rregullsisë është në Strumic, kurse shkallën më të lartë të rregullsisë e kanë institucionet në Manastir dhe Prilep. Ndërkaq, drejtoresha e Drejtorisë të Ardhurave Publike, Elena Petrova, tha se në kuadër të kontrolleve të përbashkëta janë kryer inspektime tek 46 ginekolog privat. Në 35% përkatësisht në 16 institucione kemi konstatuar parregullsi në evidentimin të qarkullimit me para të gatshme dhe menjëherë janë shqiptuar sanksione për kundërvajtje. Dua të theksoj qartë se edhe pse shërbimet shëndetësore janë të përjashtuara nga TVSH-ja dhe shumica e këtyre institucioneve paguajnë një tatim simbolik vjetor mbi të ardhurat totale prej 1% ose janë plotësisht të përjashtuara. Kjo nuk do të thotë se mos regjistrimi i qarkullimit nuk ka efekt tatimor. Sipas saj, mos regjistrimi të ardhurave krijon hapësirë për përdorimin e tyre si të ardhura personale të patatueshme, përfitimin e pasurisë personale nga të ardhurat të patatueshme si dhe për pagesa të blerjeve me para të gatshme, gjë që ushqen drejt për drejt ekonominë gri. Në një atmosferë të mbushur me akuza të ndërsjella, me shpikje armiq, me prodhim frike dhe me helmim të qëllimshëm të opinionit publik, Kongresi 5 i BDI-s zgjodhi një rrugë tjetër në vend të nxitjes së frikës e hodhi një litar shprese. Këtë e deklaroi sot Arta Bilali Zendeli, nënkryetare e BDI-s, e cila theksoi se BDI në vend të vazhdimit të rrethit vicioz të apatisë, zhgënjimit dhe ikjes nga vendi propozoi ndërprerjen e këtij zinxhiri. Ai tha se kjo është arsyeja pse Kongresi i BDI-s doli me propozim për një marrëveshje kombëtare për përparim. Kjo nismë nuk është partijake, nuk është etnike, ajo është mbi të gjitha këto, është një platformë barë shoqërore mbi partitë, mbi konfliktet artificiale dhe mbi narrativat e frikës, ka deklaruar ajo. Për vite me radhë, vendi po mbahet peng nga frika fiktive, nga armiq të imagjinuar dhe nga polarizimet të prodhuara qëllimisht, vetëm për të ruajtur ose për të fituar pushtetin. Ky model ka prodhuar stagnim, mungesë perspektive dhe emigrim masiv. Ne besojmë se ka ardhur koha për ta ndalur këtë absurditet politik. Prandaj, marrëveshja kombëtare për përparim propozohet si një platformë e përbashkët, ku ekspert vendor dhe ndërkombëtar, bota akademike, shoqëria civile, politika dhe biznesi bashkohen për të ndërtuar konsensus për tema siç janë zhvillimi, ekonomia, arsimi, shëndetësia, cilësia e jetës. Në Ministrinë për Çështje Europiane u mbajt ceremonia e pranim dorëzimit të funksionit të Ministrit për Çështje Europiane pas vendimit të dieshëm të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me çka Bekim Sali mori detyrën nga ministri i deritanishëm Orhan Murtezani. Në takim, në kuadër të pranim dorëzimit të detyrës u shqyrtuan aktivitetet aktuale dhe prioritetet e përcaktuara nga Agjenda Europiane. Orhan Murtezani uroi mandat të suksesshëm pasardhësit të tij, ndërkaq ministri i ri për çështje europiane Bekim Sali theksoi vendosmërinë e tij në vazhdimin e proceseve reformuese dhe avancimin e mëtejshëm në rrugën europiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në Shkup sot u promovua pulla postare kushtuar figurës së ish presidentit të parë të Bosnjë-Hercegovinës Alija Izetbegović. Në ceremoninë e organizuar për këtë rast u theksua se kjo pull është një nderim për një politikan me vizion, i cili u përball me pushtuesit serb për të mbrojtur popullin bosnjak nga asimilimi. Me rastin e 100 vjetorit të lindjes së ish-presidentit të parë të Bosnjës dhe Hercegovinës, Alija Izetbegović, sot në Shkup u promovua pulla postare kushtuar figurës së tij. Skender Hasani, antari i bordit të filaterisë së Maqedonisë së Veriut, tha se kjo pull është një nderim për një politikan me vizion, i cili u përball me pushtuesin serb për të mbrojtur popullin bosnjak nga asimilimi. Ai shtoi se edhe më herët janë promovuar pulla postare me figura historike që kanë qenë në mbështetje të popujve më të vegjël dhe kundër tendencave për krijimin e Serbisë së Madhe. Ne kemi emituar pullat postale të jashtëzakonshme për figura dhe ngjarje historike nga historia jonë kombëtare, por edhe
figurave të cilet në periudhat kyçe të ish Jugosllavisë kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, sidomos disidentët politik, siç ishin në atë periudhë kohore Alija Izetbegović, Adem Demaçi dhe figura tjera, të cilat u vunë ballë popullit për ta treguar realitetin për tendencat e realizimit të Serbisë së Madhe, gjithsesi zhdukjes së popujve pak më të vegjël për t'i asgjësuar nga faqja e dheut. Kryetari i Këshillit Nacional Bosnjak Xhevat Hot tha se kjo është pulla e dytë postare për komunitetin bosnjak në Maqedoninë e Veriut dhe se në të ardhmen priten edhe pulla të tjera kushtuar personaliteteve që kanë lënë gjurmë në kulturën dhe identitetin bosnjak. Shpresoj shumë që kjo pull postare nuk do të jetë e fundit sepse ja vlen të përmendet se në të kaluarën nga postët e maqenisë është promovuar edhe pulla postare që ne si Këshill Nacional e kemi propozuar dhe ajo është pulla postare e Alija Isaković dhe tani e kemi pullën postare të Alija Izetbegović. Shpresoj shumë se posta do të vazhdoj të jetë krahnesh me pulla postare të tilla me të cilat respektojnë personalitetet bosnjake, të cilat e kanë lënë në shenjë në kulturën dhe identitetin bosnjak. Drejtori i postës Orhan Kurtishi në një prononcim për televizionin Shenja ka bërë të ditur se janë shtypur 6.000 kopje të pullës, të cilat janë shpërndarë në të gjitha pikat postare në vend dhe janë në shitje. Është figurë politike, figurë e pazavendësueshme për komunitetin bosnjak, gjithashtu edhe për rajonin. Byro për filatelisë ka publikuar 6.000 kopje të pullës postare, e cila do të ketë një vlerë prej 36 denar dhe mund të blehet në të gjitha pikat e shitjes postare. Alija Izetbegović ishte kundërshtar i komunizmit dhe 2 herë u burgos nga ish regjimi i Jugosllavisë. Ai ishte kryetari i Partisë Aksionit Demokratik dhe presidenti i Bosnjës gjatë periudhës më të vështirë për shtetin bosnjak. Ambasadori i Turqisë në Shkup, Fatih Ulusoy, gjatë një darke në Shkup me përfaqësues të botës së biznesit që kontribuojnë në zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe ekonomike dhe tregtare mes Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut, tha se Turqia është një nga partnerët më të mëdhenj tregtar të Maqedonisë së Veriut, raporton Anadolu. Turqia është një nga partnerët më të mëdhenj tregtar të Maqedonisë së Veriut. Vëllimi ynë tregtar dypalësh i është afruar $1 miliard dhe ekziston vullnet i përbashkët për të arritur atë në $2 miliard, deklaroi Ulusoy. Mëtej, Ulusoy theksoi se investimet nga Turqia në Maqedoninë e Veriut kanë arritur nivelin e $2 miliard, duke shtuar se Turqia vazhdon pa ndërprerje lidhjet ekonomike dhe investimet me Maqedoninë e Veriut në të gjitha fushat. Në aktivitetin organizuar nga Ulusoy mori pjesë edhe Ministri i Ekonomisë dhe Punës i Maqedonisë së Veriut, Besar Durmishi. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.